Great. Atëherë, kemi fillu me incizim. Mirë se erdhët në webinarin informativ për mësues të yoga dhe meditimit. Sot në fakt jam përcaktu me mbajt këtë webinar për arsye se në bazë të shumë pyetjeve që i kam parashtuar dhe në bazë të përvojës tashmë 4 nuk jam e sigurt nëse po bojnë 4 ose 5 vjet, në të gjitha trajnimet edhe pyetjet më të shpeshta që paraqiten kom vendos sot gjatë këtij trajnimi me imbulu. Po para se të fillojmë, ju ftoj që thjesht të uleni në një pozicion të rehatshëm, edhe të koncentroni në frymarrje, le të marrim disa frymarrje së bashku. Mund të marrim edhe 2 frymarrje tjera. E lirojmë nga goja. Edhe të tretën, ndryshe në yoga këto quhen frymë pastruese, frymarrje pastruese, marrim nga hunda thellë. E lirojmë nga goja. Atëherë, butësisht i hapim syt. Dua t'ju falenderoj për kohën që e keni marrë me u paraqit sot. Është dashur me i thonë diçka fit jo, për me i thonë këtij webinari po shpresoj që ka me ja vlerë kohën që keni me investu me mua sot bashkë. Atëherë, nëse jeni këtu, jeni për arsye se po ju intereson me mësu më shumë lidhur me trajnimi profesional për yoga dhe meditim. Ky trajnim nuk është vetëm trajnim profesional, nuk ju aftëson vetëm në nivelin profesional, por gjithashtu personal. Në fakt, arsyeja pse dhe kom fillu këtë trajnim, me nda me të tjerët është për arsye se përvojën personale më ka transformuar rënjësisht, edhe në momentin, sigurisht ju ka ndodhur edhe juve, për shembull, nëse zbuloni ndonjë ushqim të shëndetshëm ose ndonjë meditim, ndonjë teknikë të caktuar, menjëherë doni me nda me të tjerët. Edhe atë shumë ka transformu trajnime, sa që kom vendos menjëherë me fillu edhe me nda me të tjerët. Kështu që po prezentuhem shkurt për të gjithë ata që nuk më njohin. Unë jam Suada, kom lindë në Pej, në vitin 98 si shumë të tjerë, më është dashur me lëshu Kosovën, edhe qysh prej atëherë bredhi anë e kanë botës. Edhe kjo jam unë, pra natyra jame është vazhdimisht me rjedh, jam sikur se uju. E shihni disa njerëz janë sikur se pema që rrënjosen me një vend dhe qëndrojnë aty dhe nuk lëvizin. Unë ndryshe nga ata jam sikur se uje dhe edhe kom qef me rjedh dhe me shku ka më çojnë valet e detit. Momentalisht jetoj në Gjermani me familjen, por vazhdimisht jam në Kosovë, në Francë, në Dubai edhe në vende tjera. Me yoga jam ndesh në vitin 2006 në Dubai, mirë po më me thonë që kërkimin shpirtëror e kom fillu qysh në fëmijëri. Gjithmonë më ka interesu çka ka sa yje janë në qiell, ose çka ka për te aty në bjeshkve, peja është rrethume prej bjeshkve gjigande. Në atë kozi e vogël më ka nduk gjigande. Edhe është shumë interesant se gjithmonë kom dashur me zbulu çka ka për te bjeshkve. Edhe mandej e kom fillu karrierën si cabin crew, fillimisht Gjermani, mandej në Dubai, ku edhe kom qëndru për 10 vite të tëra. Edhe e kom zbulu botën anë e kënd çka ka pas për te bjeshkve. Edhe është shumë interesant se pika kur kom vendos me u rikthy në vendlindje, ka qenë prap ka pas të bëj me bjeshk, me male. Kom qenë në Indi, në një ndër trajnimet profesionale për yoga dhe meditim, edhe në kodrinat e Himalajeve, derisa kom qëndru aty dhe i kom shiku, muj me thonë që e kom përjetu për herë të parë njohjen e thellë, prezencën e njohjes, prezencën e dijes, prezencën e asaj që shkon përtej 5 shqisave, mirë po në formë të zgjuar, jo nuk kom qenë as në stad meditativ, as në teknikë të frymarrjes, as të praktiku yoga, thjesht kom qenë në një qajtore, të pi qaj, obviously. Edhe aty më ka ardhur ajo njohja që unë po du
me ndërprej atë kohë karrierën si cabin crew në Dubai, dhe e kom ndi që kam nevojë me u përcjell nga ajo intuit. Mirë po ka qenë shumë më e madhe. Një njohje të tillë e kom pas vetëm disa herë në jetë. Nuk kisha me quajt intuitën se na vazhdimisht, në veçanti gratë dhe vajzat e kanë shumë të zhvilluar me intuitën edhe vazhdimisht përcjellemi nga ajo, po që se e lejojmë veten edhe nuk shpërqendrohemi nga informacionet edhe nga stimulimet e jashtme, është shumë e lehtë me lidh me intuitën, ajo ka qenë diçka më e madhe. Edhe atë kohë, me njëherë, e kom dërgu emailin edhe e kom ndërprej punën si cabin crew, jom përcjell nga ajo njohje, jom këthy në Kosovë në vitin 2016 dhe aty e patëm fillu sfidën 21 ditore fillimisht në Pej, me vajzat fantastike të Pejës, edhe mandej e kom hap studion e parë të Mirfield me mësues të certifikuar dhe të akredituar nga Yoga Alliance, edhe prej atëherë nuk jom në falë, vazhdimisht i kom nda mësimet me të tjerët. Fillimisht pra si që thash ka qenë një studio e vogël, edhe mandej ty e pa kërkesa ka qenë shumë më e madhe se që kom pasën kapacitet. Edhe nevojen që njerëzit e kanë për me u lidh me atë paqen e brendshme. Në veçanti në trojë shqiptare në Kosovë, Shqipëri, kemi vujt shumë, kemi qenë shtypun edhe këtu kryesisht janë ato post-traumat të cilat mandej përcillen, paraqiten të prindrit, përcillen të fëmijët, edhe kështu që kom vendos me certifiku edhe me aftësu në nivel profesional studenta, të cilët mandej kanë me ndihmu komunitetet të tyre. Në atë kohë, madje jam mundu jashtëzakonisht shumë me sjell jogën edhe në shkolla, mirë po atë kohë ka qenë e pamundur, edhe sot jam e lumtur që yoga është si landë opsionale në shkolla, në shumë shkolla, jo në të gjitha. Mirë po studentët të cilat certifikohen në shkollën tonë momentalisht është Luljeta, për shembull, që është super e angazhume, të cilës i uroj shumë suksese me prezantu jogën si landë zgjedhore në shkollën ku ajo mban mësim. Është mësuese e matematikës. Pra, kaq sa i përket meje, për ju që nuk më njehni, po besoj që shumica prej jush veç më njehni, edhe tani kisha dasht me ja dediku kohën pyetjeve tuaja. Atëherë, mas shumti çka pyesin të interesuarit, është a kam nevojë të mëparshme paraprake për me praktiku yoga. Kjo nuk është as pak e nevojshme, pra nuk keni nevojë me pas përvojë paraprake. Për arsye se trajnimi dyqenor është aq i pasur edhe aq bukur i strukturuar, sa që ju do të aftësoheni varësisht nga natyrisht kjo varet edhe nga ju. Trajnimi është fantastik për me ju aftësu në nivel profesional brenda vetëm 70 ditëve, 10 javë. Mjaftojnë ju me njëherë pas përfundimit me fillu me mësimdhënie. Okay? Një shembull konkret, për shembull, Ola është studente e cila e ka kryer një ndër studentet e para trajnimin të na. Për herë të parë, kama i ka shkel në studje bile edhe kama të farë mirënjohjen letrën që ma ka shkruar atë kohë. Këmba i ka shkel për herë të parë të na në studio. Edhe me njëherë, mbas përfundimit të trajnimit, e ka hap studion e saj edhe ka qenë e suksesshme. Edhe sot vazhdon të punoj me organizata të ndryshme, të ofroj shërbimet e saja në format më të ndryshme. Shembulli më i fundit, për shembull, nëse është e mundshme se ajo ka kryer fizikisht, nëse është e mundshme online të aftësohem në nivel profesional. Mundeni me shiku klasën e studenteve të cilat janë në prag të certifikimit, në fakt e kanë kaluar provimin, por e kemi ceremoninë tash së shpejti me to, të cilën do ta mbajmë fizikisht. Edhe ato janë aftësuar brenda vetëm 70 ditëve.
të mbajnë klasa për publikun e gjerë në nivel profesional. Na kemi studente, për shembull është Doris në Shkodër, ku e mban studion e saj edhe e ka hap studion qysh në modulin e dytë. Pra, komplet janë 20 module. Edhe ajo për shkak të kërkesës së madhe e ka hap studion edhe natyrisht fillimisht se nuk ju inkurajoj me mbajt klasa pa e kalu provimin përfundimtar, mirë po ju inkurajoj shumë me fillu me mësimdhënien qysh në modulin e parë. Edhe këtë ta ndani me familjarët, me miqt, me kolegët, me komunitetin, mirë po jota quani vetën mësuese e certifikuar, se ky është një element tjetër pse unë nuk ndalem me shkollën, pse unë nuk ndalem me trajnimet, sepse unë dua që të certifikoj edhe të aftësoj në nivel profesional mësues të denjë, se te na ka shumë profesionista të cilët e quajnë veten, jo, nuk është vetëm fjala për yoga, po edhe në profesione të ndryshme e quajnë veten ekspert të atyre fushave, ndoshta nuk e kanë edukimin e duhur, nuk janë adekuat, nuk i kanë trajnimet që t'i ofrojnë ato shërbime në fushat e tyre. Kështu që kjo është një send që më ka pengu shumë në Kosovë, që jam ndesh shpesh herë, edhe për këtë arsye nuk ndalem, sepse unë dua që ajo çka nuk më pëlqen, unë du mu koncentru në ato çka mujën e me përmirësu. Edhe çka ku mujtën e me përmirësu në këtë fushën teme të vogël ka qenë aftësimi profesional në nivel ndërkombëtar, sepse shkolla jonë është e akredituar nga Yoga Alliance dhe certifikimi është i njohur në mbar botën. A mund të ndërtoj karrierë nga ky trajnim? A mund të krijoj karrierë? Ne kemi studentë të cilët, për shembull, po e marr Ardianën shembull, ka qenë në prag të diplomimit si nutriciste, 4-5 vjet studime dhe natyrisht ka qenë e gatshme me fillu karrierën e saj si nutriciste. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, se në përfundim të trajnimit ton, ajo është aftësu në nivel profesional dhe ka fillu menjëherë me mbajt klasa, fillimisht në studion e saj në Mitrovic, edhe sot është aktive në Prishtinë, kryeqytet, ku është një nga mësuesit më të kërkuara edhe në fitnesset të ndryshme, mban klasa, edhe është fantastike në fushën e saj. Keni me pas rast, nëse vendosni me u regjistru, keni me pas rast me po edhe në trajnimin ton si mësuese. Pastaj ka qenë angazhume si asistente e imja personale, edhe ka punu me shumë studenta këtu të cilët vetëm janë të certifikuar tani dhe janë duke e bërë punën në komunitetet e tyre. Pra, nëse mundeni me ndërtu një karrierë, po, përgjigja është po, mundeni me ndërtu një karrierë të re, edhe gjithashtu edhe Ardiana nuk ka pas përvojë paraprake para se të filloj trajnimin me ne. Pra, është i mundshëm. Natyrisht që çkado që keni punu ose keni studiu paraprakisht, mundeni me inkorporu elementin e jogës, që po përgjigjem edhe në disa pyetje tjera. A jam shumë e vjetër ose i vjetër për me fillu këtë trajnim? Yoga nuk njeh mosh. Ajo çka ju duheni me qenë fit, pra duheni me qenë të shëndosh, edhe duheni me pas vullnetin, dëshirën, përkushtimin, disiplinën, edhe do t'ja delni jo vetëm ta përfundoni trajnimin, por edhe t'jeni të suksesshëm edhe ta ndani këtë disiplinë të shajt edhe me të tjerët. Për shembull, është Fikria, e cila në moshën 57 vjeçare është regjistru në trajnimin ton, edhe e cila e ka studion e saj sot, edhe suksesshëm mban klasa për komunitetin e saj. Madje është e ftuar edhe në qytete të ndryshme në Kosovë me mbajt klasa, ka punu edhe me të burgosurat. Pra janë, po mendoj, në veçanti rastet si ajo më motivojnë që të mos ndalen, sepse bota ka nevojë për mu, bota ka nevojë për ju. Na mundemi aty ku jemi me fillu me shërby, edhe mënyra ma e mirë që mundemi me fillu me shërby është në momentin kur i kthehemi ka vetja.
në momentin kur sinqerisht e marrim kohën, transformohemi edhe të gjitha tjera mandej rrjedhin me një lehtësi maramendëse. Të gjitha gjërat ju vinë sepse ju do t'i tërhiqni në të njëjtën frekuencë, pra pa rena, pa dallavere, po thjesht nga vendi juaj autentik, nga vetja juaj autentike. Fikria atë kohë, për shembull, e ka humb ka qenë e vegë, pa se nanat edhe gratë të na punojnë gjatë gjithë kohës, mirë po nuk janë të pagume, edhe nuk ka punu asnjëherë. Natyrisht që ka punu e ka menaxhu familjen, po kështu punë me u pagu me orar nuk ka punu asnjëherë në jetë saj. Edhe kjo ka qenë karriera e saj që e ka fillu, do të thotë kur nuk është vonë. Edhe kjo është vetëm një storje që është shumë inspiruese që me të vërtet kur nuk është vonë. Fillimisht e ka fillu për veti edhe sot e ndan me komunitetin e saj. Një pyetje tjetër mandej që e kam është a mund të siguroj të ardhura nga ky profesion? Natyrisht që po. Një po shumë e madhe, një po që në fillimet e mia nuk e kam promovu asnjëherë si diçka që mundeni me fitu, të ardhuna mundeni me pas orar fleksibil, mirë po tash ka ardhur koha që sinqerisht mu duhet me nda se është diçka shumë e rëndësishme për ju me ditë opsionet edhe mënyrat qysh mundeni me monetizu pasionin e juj, edhe me u transformu personalisht, mandej me mujt me shërby nga i vend edhe të tjerët, edhe me u pagu për atë punë, me u pagu mirë, është diçka që ja uroj secilit. Një mësuese për shembull Arta Gjilan më ka raportu që me 20 klasa në muaj paga është diku rreth 1600 euro. Do të thot 20 klasa janë 20 orë në muaj. E një mësuese, jo një mësuese, po një pagë mesatare në Kosovë, nuk e di sa është në Shqipëri, po në Kosovë është 500 euro, 4-500 euro. E me 20 orë në muaj, mundeni me i fitu 1600 euro. Tjetra, për shembull, në Pej Zona, më ka raportu që deri 2600-3000 euro mundet me qenë paga mujore, po edhe këtu varet sa ju investoni kohë. Investo kohë ma shumë, përmirësohu vazhdimisht, merr trajnime vazhdimisht, edhe natyrisht që ki me vazhdu me shërby, cilësia jote ka me ndryshu nga të tjerët, edhe që kjo ka me bo diferencen që komuniteti yt ka me dashtë me punu vetëm me ty edhe me kërkan tjetër, se ka me gjetë vetën të ti. Pra, me ju përgjigj pyetjes nëse mundeni me fitu të ardhura nga kjo punë, definitivisht po. Mundësit janë të pafundme, mundeni me hap studion e juj, për shembull, si shumë studentët tona, mundeni në fitnese me mbajt klasa, si shumë studentët tona, mundeni me mbajt në organizata, si shumë studentët tona, mundeni me organizu yoga retreats, si shumë tjera. Mundësit i keni të pafundme, edhe të ardhurat janë me të vërtet se është diçka, nuk është më luks, kjo tashti është mirëqenia për të cilën njerëzit kanë nevojë, edhe të cilët janë të gatshëm me investu. Tja tjetër, thot se na tash i kemi 85 mësues që i kemi certifiku shkolla jonë, edhe të cilët janë cilat vende kemi në Gjermani, Angli, Suedi, Zvicër, Angli, Shqipëri, Kosovë, pra kemi mësues në mbar botën, edhe nuk ka mjaftueshëm mësues. Ani pse kemi certifiku kaq, nuk ka mësues mjaftueshëm, se problemin me të cilin po ballafaqohemi në nivel kolektiv, me stres, me ankth, me depresion, me probleme të ndryshme mendore,
për arsye se jeta është bërë shumë dinamike dhe kemi shumë kërkesa nga të gjitha anët edhe bombardohemi nga të gjitha anët vazhdimisht. Sa që e hupim shpërqendrimin, e hupim veten, e hupim kush jemi. Yoga na ndihmon me u ankoru në të tashmen, me ditë çka ka me të vërtet vlerë edhe ku dojmë na me qu fokusin ton. Kështu që nuk ka mësues mjaftueshëm sa kërkesa sa është e madhe. Edhe ju do t'i shërbeni komunitetit juaj aty ku jeni. Është tjetra për shembull në fushë Kosovë gjithashtu non e dy vajzave që asnjëherë më parë nuk ka punu. Edhe nuk ishte e sigurt nëse ky është trajnimi i duhur ose jo. Të gjitha vajzat që vinë gjithmonë nuk janë sigurta. Asnjëherë nuk e kam pas një studente që ka thonë po du. Gjithmonë në fillim nuk janë sigurta dhe kryesisht e fillojnë vetëm për vete. Edhe mandej kur i shohin përfitimet, kur i shohin transformimin, atër me do e mos dojmë nda dhe me të tjeret. Edhe ajo për shembull atje i ndon shërbimet e saj me komunitetin e tyre. Kemi nevojë për shumë mësues, bota ka nevojë për ty. Kështu që komuniteti yt ka nevojë për ty, kolektet tu ka nevojë për ty, vetja jote mbi të gjitha ka nevojë për ty. Kështu që po kthehemi tash për kënd është ky trajnim. Nëse ti je dikush që don me zbulu veten, unë personalisht e kam fillu, kom dash me zbulu kush jam. Unë kom lind si në religion musliman, edhe e di atë e kom pas atë mënyrën tame, qysh me ju lut Zotit. Edhe gjithmonë i kom këndu ato dovat kur ju kom lut Zotit. Kanë qenë në gjuhën arabe edhe nuk e kom ditë sakt çka po tham, po i di që secilin herë kur i kom lut Zotit gjithmonë më është përgjigj. Gjithmonë lutjet e mia më janë përgjigj. Edhe mandej kur kom fillu me praktiku yoga ka qenë kom dash thjesht me zbulu kush jam unë, pse kom marrë këtë botë, cili është qëllimi, se gjatë jetës në Dubai, ani pse kom vizitu vende nga më të ndryshme dhe jo vetëm në Dubai, po edhe në Gjermani, kom vizitu komplet Evropën, kom pas fat edhe natyrisht me punën teme, ato çka kom dasht, ato gjithmonë e kom realizu, edhe e kom kuptu që nga bota e jashtme, ato qëllime që po i realizoj nuk po më përmbushin, po qëndrojnë për një periudhë kohor, po mandej po shkojnë e po zbehen. Edhe e di që kur kom fillu me yoga, aty e kom zbulu botën e brendshme, edhe që muj me u thellu akoma ma shumë edhe që vazhdoj akoma dhe sot me zbulu nivele të reja, nivele të ndryshme, aspekte të ndryshme të vetës sime, të cilat nuk i kom njoft më herët, ose të cilat nuk kom qenë e vetëdijshme që muj absolut mi realizu ndonjëherë, që muj me qenë një verzion i vetës tame, për shembull sot që po qëndroj para jush edhe që po ju flas, as se kom mendu ndonjëherë që mundem. E është yoga që më ka ndihmu me kuptu vetën tame, mandej ka shumë njerëz që më thojnë edhe yoga është religion, nuk di çka. Për mu personalisht yoga më ka ndihmu me kuptu religionin tem akoma më mirë. Edhe me kuptu çka du unë me marë për jogës, çka rezonon me mu, edhe me çka rezonoj, që ato du me i mishru edhe në qatë bazë du me jetu jetën teme. Jo dikush tjetër që shma dikton, se asnjëherë se kom jetu jetën që shma ka diktu dikush tjetër, por që kësaj radhe jam në paqe. Sa e keni vret nëse shkoni kundër familjes, nëse shkoni kundër shoqënisë, ndiheni në siklet. Ani pse jetu e kry punën ti që po don, ose qëllimin ti që po don, prap ndihesh në siklet, e ki atë konfliktin e brendshëm. Yoga të ndihmon me qenë në paqe me veten tënde. E kjo është edhe yoga që e mësojmë në shkollë, quhet Raj yoga. Yoga mbretërore, pra mësohesh se si me zotu mbretërinë tënde. Prandaj edhe ceremonin tash së shpejti që do ta mbajmë me studentit aktuale quhet kurorëzimi i mbretëreshës, sepse të gjitha janë mbretëresha të mbretërisë së tyre. Okay, me zgju mbretëreshën brenda teje dhe ti mandej me zotu. Pra ky është trajnim për dikon që don me zbulu veten,
Do me kuptu vetën, do me menaxhu ma mirë ato farë emocionet e ulta kur i ka, me i pranu, jo me i largu, me i pranu si të vetat, edhe me u ngrit mbi ato emocione. Negative, pozitive, me i përqafu të dyja, me u ngrit mbi pozitive dhe negativen. Mendimet negative kur i ki, me kuptu prej ku e kanë zanafilën. Pra ky trajnim është për ata që dojnë me zbulu veten, me mjeshtru veten edhe jetën e vet. Mandej ky trajnim është për ata, siç e përmenda, që kërkojnë një karrierë të re. Ky trajnim është për ata të cilët dojnë me bo diferencën. Për shembull, na kemi shumë psikologe, bile neri së fundi e përmendi që edhe të ardhurat financiare, përveç që i ka ndihmu në nivel personal, i ka ndihmu me i përmirësu shërbimet ndaj klientave, gjë që mandej edhe natyrisht i rrit të ardhurat financiare për arsye se klienti don me u rikthy te ti, se te ti gjen diçka që te dikush tjetër nuk mundet. Pra, mundet me përmirësu karrierën të cilën e keni, me fillu një karrierë të re, ose thjesht me njoftë veten në nivel më të thellë. Ky trajnim ju takon aty ku ju jeni edhe sa jeni të gatshëm me pranu edhe sa jeni të gatshëm me investu. Po një gjë duhet të jetë e qartë. Nuk është magic pill. Aden e merr edhe u kry. Tash po ju tregoj edhe nga çka përbëhet ky trajnim. Pra trajnimi normal intenziv zgjat 10 javë. Edhe ju keni 10 javë kohë me kalu provimin në teori edhe në praktik, edhe mu aftësu në nivel profesional. Po kjo në varet nga ju, sa kohë ju investoni. Nuk është vetëm se është online, se unë e di ka shumë trajnime online edhe shkolla jonë nuk është si trajnime tjera. Shkolla jonë është shkollë ndërkombëtare, okay? Edhe shkolla jonë është regjistruar me Yoga Alliance. Edhe i kemi kriteret standarde të cilat duhet me ju përmbajt. Për shembull, janë 10 takime live, çdo të shtunë mbahen. Ky trajnim fillon me datën 11 qershor, se me 11 qershor e kemi ceremoninë e hapjes me mu, ku e mbajmë së bashku, edhe mandej prej datës 14 qershor i kemi 10 takime çdo të shtunë nga ora 9 deri në orën 12. Aty do t'jetë përgjithëse pranvera, asistentja jame, mësuese e aftësuar dhe certifikuar nga shkolla jonë, keni mundësinë edhe me pa klasën e saj në platformën Sunja TV. Edhe do të takoheni me të çdo të shtunë, ku ajo do ta koordinoj grupe, do të ndaheni në grupe të vogla, do të punoni në grupe të vogla, por takimet janë të domosdoshme. Edhe këtë unë e kam vendos, jo pse Yoga Alliance kërkon, Yoga Alliance i kërkon vetëm 6 takime, mirë po unë kam vendos që takimet të mbahen çdo të shtunë nga 3 orë, këto janë shtesë, për arsye se e kam vret që studentat nëse i lënë në kohën e tyne, me marrë kohën edhe me u regjistru, nuk e kryn punën edhe mandej nuk janë suksesshëm. E ky nuk është qëllimi jam. Qëllimi jam është me nxjerrë secilin të suksesshëm. Edhe jemi shkollë serioze. Nëse mungoni, duheni me paraqit dokumentin prej mjekut ose ku ta di unë çka, mundet me qenë arsyeja që ju nuk mundeni me u paraqit live, edhe mundet vetëm deri në 3 mungesa i pranojmë. Okay? Mungesat mbi 3 herë, nëse nuk paraqiteni edhe nuk e paralajmëroni mungesën, përveç në rast emergjent, atëherë përjashtoni prej shkollës. Edhe këtë e keni kështu, sigurt, përjashtoni prej shkollës. Na e kemi dhonë ma të mirën të mundshme, edhe qëllimi jam është me nxjerr ma të mirën prej jush, mirë po edhe ju duheni me sjell me vete ma të mirën prej jush. Cila do që është ma e mira nga ju. Ose të paktën, nëse nuk keni mundësi me u paraqit live, është e domosdoshme me shiku replay. Replay do të jetë i disponueshëm për ju gjatë gjithë kohës, pra keni mandej qasje pafundësisht në videot të cilat do t'i mbani. Atëherë, çka do të mësoni? Do të mësoni
se yoga mendojnë që është asana, mendojnë që yoga është disa ushtrime fizike dhe kjo është yoga, nuk është. Jogën të na e mësoni si stil jetese. Janë në veçanti principet, janë 10 principe fundamentale të cilat duheni me i mishru, të cilat kanë të bajnë me veten e juj, me ndërtimin e disiplinës. Shumë njerëz thonë, unë jam i disiplinuar, unë jam i motivuar. Yoga na mëson me ndërtu disiplinën. Se vetëm me disiplinë, me konsistencë, mundemi me realizu qëllimet edhe mundemi me qenë vetja jonë, versioni jonë më i lartë. Kërkush s'mundet me kry punën për ty. Yoga na mëson. Keni mundësi në mësimdhënie me praktiku me grupin e juj përkatës, do të praktikoni gjatë gjithë kohës, pra çdo të shtunë kur takohemi, keni me pas nga një klasë, keni me u paraqit, do të udhëzoheni këndin e kamerës në cilën formë me mbajt, nuk bën me u paraqit edhe me ndalë kamerën. Nuk bën mu paraqit edhe me marrë telefonin. Nuk bën mu paraqit në klasë edhe me konë t'ju hongër t'ju pi cigare ose t'ju pi kafe. Nuk bën, pik. Nëse je një person i tillë, po të tregoj qysh tash, nëse shohim gjërat tilla, përjashtoheni. Në shkollë nuk shkon, ose mu paraqit me pijame, për shembull. Kemi pas student me pijame paraqitet në takim, se është online. Jo, nëse paraqitesh në punë, online nuk paraqitesh me pijame. Në shkollë nuk shkon me pijame. Pra nuk guxon të nënvlerësohet serioziteti i shkollës sonë. Por që e keni hapësirën, jemi fleksibil, mirë po duhemi me pas strukturë në mënyrë që me nxirr më të mirën nga secili prej jush. Pra, obligative janë klasat çdo të shtunë nga ora 9 deri në orën 12, ku ju do të praktikoni yoga çdo mëngjes, pra jo çdo mëngjes, çdo të shtunë. Klasa e parë do të jetë një klasë e jogës, mandej do të jetë pranayama, edhe do të kemi pjesën për pyetje ose përgjigje, do të kemi pjesën ku ju do të udhëzoheni cilat janë detyrat e radhës, cilat janë leksionet e radhës ku ju do ta dërgoni fokusin. Çdo të shtunë do të hapen nga 2 module. Nëse fillojnë për shembull me datën 11 qershor, me datën 14 e keni takimin me pranverën, do të praktikoni për shembull do të mësoni përshëndetjen e diellit, mandej ditën e diel duhet të takoheni. Aty mundeni me u dakordu me grupin e juj përkatës, por na ju sugjerojmë prej orës 9 deri në ora 12 me u taku edhe bashk me praktiku për shembull detyrën përshëndetjen e diellit. Edhe do të vlerësoheni gjatë gjithë kohës në performancën e juaj. Gjatë gjithë kohës do të keni vlerësim kolektiv. Nëse dëshironi vlerësim individual për detyrën e juaj, atëherë duheni me na dërgu një email, edhe kjo vjen me kosto shtesë. Unë e kom bajt trajnimin e fundit që i kom udhëzu herën e kaluar, ndërsa tash dhe tutje do të jetë pranvera dhe mësues tjerë që do t'ju udhëzojnë në këtë rrugtim. Okay? Mirë po, trajnimi si që thasht është i regjistruar edhe është i dizajnuar nga unë, edhe natyrisht që unë do t'jem në komunikim të vazhdueshëm me pranverën, apo cila do mësuese tjetër që t'jetë me ju, do t'jem në komunikim të vazhdueshëm të përcjelli progresin e juaj. Okay? Çdo leksion, jo çdo leksion, po çdo modul ka 2 deri në 3 kuize ku ju do të testoheni në materialin, nëse e keni përfit si duhet, edhe keni mundësi deri 100 herë me ju rikthy kuizeve. Edhe mandej në formën e njëjtë, në fund do ta kemi provimin në teori, ku janë 4 pjesë, janë 200 pyetje, edhe janë në formën e njëjtë sikur se kuizet që i keni pas, vetëm që është për mbledhje në fund. Kështu që ka shumë rëndësi që t'i shkoni materialeve, se na ato 3 orë që takohemi, nuk kemi mundësi me imbulu të gjitha leksionet, sepse janë 200 orë material. Ju duhet ta merrni kohën mandej, të uleni, të lexoni, e keni edhe seksionin bonus, në të cilin nuk do të testoni, por që ka
materiale shumë bukra, keni mitologji, keni sanskrit, mësoni gjëra tjera. Materialet janë fantastike, plus keni qasje në plot takime, të cilat i kemi mbajt me grupet e mëparme, e nga të cilat edhe ju do të mësoni. Për arsye se gjithmonë mësojmë, gjithmonë e kemi një pyetje, po nuk e kemi ndoshta guximin me paraqit pyetjen, edhe gjithmonë është dikush që përgjigjet edhe ju e merrni përgjigjen njëkohësisht. Është gjithmonë dikush që e paraqet pyetjen edhe ju e merrni përgjigjen njëkohësisht. Certifikimi pra është ndërkombëtar. Nëse njihen ndërkombëtarisht, që për shembull është Alfredina në Zvicër, Alfredina ka filluar trajnimin me ne si nga përvoja personale se ka dashur me përmirësu jetën e saj, 10 vjet pauzë, i ka pas vajzat, edhe ju ka përkushtu me mësis, por për me u rikthy në punë nuk ka qenë akoma e gatshme. Edhe me trajnimin ton, në përfundim të trajnimit, me njëherë është rikthy në punë si fizioterapiste, ku mandej gjithashtu vazhdojnë me ju ofru shërbimet e saj si yoga mësuese, edhe janë të pranuara nga sigurimi shëndetësor në Zvicër. E njëjta vlen edhe në Gjermani. Pra, Yoga Alliance, për shembull, ata që janë në Gjermani edhe që flasin gjuhën gjermane, mundën lirisht me ndërtu një kurs, e dorëzonte AOK, edhe ata i mbulojnë mandej shpenzimet e 80% të shpenzimeve të studentëve të juaj. Pra, ato janë procedura që mandej juve mundeni vetë me shku edhe me hulumtu, por sa i përket nëse është certifikim ndërkombëtar apo jo, po, është certifikim ndërkombëtar edhe pranohet. Kudo që aplikoni për shembull, që unë tash në Gjermani që mbaj klasa, ose në Francë, ose në Dubai, ose kudo që mbaj klasa, në Zvicër, mu ma kërkojnë certifikatën. Unë ku e kom kry shkollën për shembull, po unë nuk kam nevojë me dorëzu atë certifikat, se unë e kom certifikatën e shkollës, edhe ajo mjafton. Po për ju mjafton certifikata e shkollës, unë se po shoh nëse kam ndonjë këtu, po nuk e pas kam, deshta mi u tregu vetëm qërtu këtë certifikata. Natyrisht që jemi në komunikim të vazhdueshëm, mundeni me na dërgu emails, edhe ju njoftojmë për kanalet e komunikimit. Do të ketë grupe në WhatsApp. Momentalisht, unë jam jashtëzakonisht e lumtur në grupin që e kemi përfunduar të fundit. Është një grup fantastik, është një energji fantastike. Vajzat i kemi ndo fillimisht në grupe, ku edhe keni me performu mandej edhe ju. Kur vjen puna të performimi i klasës përfundimtare, keni me qenë në grup. 3 deri në 4 persona keni me performu një klasë 60 minutëshe. Ajo që ka është shumë e bukur, është gjithashtu, keni me pas mundësinë me marrë pjesë në një sfidë varësisht nga numri i studentave, nëse janë, nuk e di, 10 studenta është sfida 10 ditore, 20 studenta 20 ditore, 30 studenta 15 ditore ju ndajmë mandej, po e shohim numrin e pjesëmarrësve, nuk e dim akoma sa ka me qenë, por që keni me unda në grupe, edhe mandej vajzat, për shembull e grupit aktual, ato kanë shku për tej, ato janë taku, e kanë pas përfaqësueset në grup, këto kemi me pas edhe me ju, edhe janë taku çdo ditë, kanë praktiku çdo ditë, sa herë kanë pas mundësi, janë taku edhe për ata dhe janë kaq të suksesshme. Kështu që po besoj që edhe me ju të gjitha ato gabimet, ose hapësirat, se gabimet nuk kam qef me qujt, hapësirat për përmirësim, që i kom vrejtë grupet e mëparshme, i kom mbledh edhe tash, më me thonë natyrisht që e mira nuk ka fund, por që e kemi kriju një struktur e cila ju ndihmon jashtëzakonisht shumë që të aftësoni në nivel ndërkombëtar, edhe pas përfundimit kudo në botë mundeni me mbajt mësim. Okej? Pra, nëse po e shikon këtë video, arsyeja është se je ftu me ardhë këto. Je ftu. Ndonjëherë, a keni pa
edhe mu personalisht më ndodhin për shembull shkoj diku dhe zona për një herë shoh veten diku, edhe ndoshta edhe se kom pas në plan, se kom pas mend, po e shoh veten aty edhe mandej e kuptoj pse. Kështu që nëse edhe ti veç më je duke e shikuar dhe ki ardhur deri këtu, atëherë sigurisht kjo është thirrje jotja, thirrje e shpirtit tënd edhe të ftoj ti përgjigjesh. Early bird, i cili vlen deri me datën 1 maj, është 1050 euro. Edhe qëllimisht e kemi bo në këtë formë për arsye se du me lonë të me qeni disponueshëm për të gjithë. Se e di sa ka nevojë. Normalisht një trajnim të këtij lloji paguhet minimum 2600 euro, nëse doni diku tjetër me bo. Edhe ky ka qenë edhe qëllimi jam fillimisht, por tash të e pa nevojen, kërkesën, edhe të e pa transformimet që janë të ndodhë, edhe unë, natyrisht që edhe unë zhvillona, edhe unë eci bashkë me ju, njëjtë, sigur ju që zhvilloni edhe unë. Thjesht, po du me ju ndihmu sa ma shumë grave dhe vajzave, përmes këtij trajnimi, jo veç me marë përgjithësi mbi jetën e vetë, storjet që ju tregova, kemi storjet pa fundme. Jo veç me marë përgjithësi mbi jetën e vetë, po me qenë shembull në veçanti për brezat e ardhshëm. Se edhin, nuk jemi të ditë ku jemi. Nuk jemi të ditë ku jemi, qatë shumë ka ngarkesë. Duhem i mu këthy në shpi, të brendësia jonë. Edhe ky trajnim ju ndihmon me bo këtë punë. Mandej, mi jep mundësi me t'i hap të gjitha horizontet. Horizonti ju të zgjerohet me këtë trajnim. Mundësi t'i kitë pa fund me lidhje që keni mi kriju me njëna tjetrën, se tash po i referona vetëm gjinisë femnore, edhe nëse kemi me pas bura natyrisht janë të mirëseardhën, po deri tash nuk është që kemi pas qatë shumë, 2 i kemi pas deri tash, po edhe unë vetë nuk është që e kom promovu, se gratë janë ato që ka nevojë, ma shumë se burat. Se nëse një gru merë përgjegjësi mbi jetën e vetë, është e lumtur me veten e vetë, e kupton veten e vetë kur kalon në atë tranzicionin perimenopoz, menopoz, çka ndodh, ndryshimet që ndodhin, e përqafon atë periud. Fëmijët kanë me qenë të lumtur, partnerat jetësor kanë me qenë të lumtur. Rrethi ku jeton ka me qenë i lumtur. Se ti ki me qenë e lumtur. Se ti, jo që ki me qenë e lumtur, ti ki me qenë e lidhur me veten tënde autentike. Ti ki me folë të vërtetën prej shpirtit. Ti ki me thonë jo kur e mendon jo. S'ki me thonë po kur e mendon jo. Se edhe kur e thu, e flet të vërtetën tënde, je e lirë, merë frymë thellë. Yes, atëherë, trajnimi pra është, investimi është minimal, është absolut minimal, mirë po është vetëm deri me datën 1 maj. Ja. Pas datës 1 maj, do t'jetë 1600 euro. Gjithashtu më duhet ta bëj shumë të qartë që unë nuk do t'jem prezente me takimet mëngjesore të cilat do të organizohen shpeshtu. Që dëshirojnë, por që do t'jem në komunikim të vazhdueshëm me koordinatorën, udhëzuesen, mësuesen e trajnimit, edhe ata që dëshirojnë mundeni me caktu, mirë po vjen me kosto shtesë. Okay? Edhe deri në shtator nuk kemi vende, kështu që nëse mendoni me kry me mu, atëherë mundet me qenë vetëm individual, edhe ky vjen me një kosto prej 3600 eurove. Po zgjidhja është e juja. Unë nga përvoja e di që kur jeni në kolektiv, është një energji e cila e mban njëna tjetrën edhe është kënaqësi. Natyrisht që përfitimet janë tjera kur jeni në trajnim individual, por që unë, sinqerisht, për fillim, ju sugjeroj gjithmonë me shku me
grup kolektiv. E natyrisht që përfitimet janë krejt tjera nëse doni trajnim individual, por që është i mundshëm vetëm në shtator. Pra po kthehemi edhe një herë te struktura e trajnimit. Ceremonia fillon me datën 11 qershor. Është online, purely online. Takimet zhvillohen çdo të shtunë prej datës 14 qershor, nga ora 9 deri në ora 12. Në javën e dhjetë keni provimin final në praktik, ku do të ndaheni në 3 ose 4 persona, do të performoni një klasë 60 minutëshe, do të udhëzoni për të gjitha. Gjithashtu e keni provimin në teori, i cili është gjithashtu online. Të gjitha mbahen online. Edhe ceremoninë e mbylljes mandej e keni me mu me datën 21 shtator. Programi, si që ju thash, është i regjistruar në platformë dhe keni qasje në të një vit. Kjo është diçka që s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Do të thonë, personat të cilët është dashur që në grupin aktual, nëse dikush është dashur me kalu trajnimin ma vonë, është dashur me i pagu 250 euro shtesë. Ju nuk e keni këtë kosto shtesë. Nëse don me vazhdu aksesin, se normalisht kanë akses 4 muaj. Nëse don me vazhdu aksesin është 250 euro në muaj në platformë. As këtë nuk e keni, pra keni akses 1 vjeçar. Po tham, unë po du ju me dal fitus. Okay? Unë s'du me marrë dikush se nuk po mduhen mu me paguti ekstra, unë nuk ndina mirë. Nuk është paret e tuja pi du për e për që ata po du ti me pagu shtesë. Po du ti me marrë kohën, me ta mundësu në gjitha format e mundshme që ti me kalu këtë provim. Ti mu aftësu nivel profesional. Edhe këtë mundësi për ju japim. 1 vit akses, dorëzoje punimin ku të kesh kohë. Po natyrisht që edhe për aty ju japim 2 data për shembull kur është afati i dorëzimit, afati 1 dhe afati 2, se nuk mundesh 100 herë me dorëzu punën e njëjtë. Okay. Do të thotë unë jam në mbikëqyrje, në komunikim të vazhdueshëm, siç ju tregova, edhe jo me njoftume. Ndoshta aty këtu ju bëj ndonjë surprizë, paraqitem. Edhe një sen tjetër, për shembull tash, ani pse trajnimi është online, ndonjëherë ndodh që e realizojmë ceremoninë fizikisht. Edhe kjo mandej vjen me kosto shtesë, ose e bojmë në formë të retreatit, mini retreat, 3 deri në 5 ditë, ose e bojmë vetëm 1 ditë, edhe po besoj herën tjetër ka me qenë në Shqipëri, se të 2 hera ka qenë në Kosovë dhe herën tjetër do t'jetë në Shqipëri. Me 21 shtator, ose e bojmë një retreat të vogël, ku mandej edhe një herë mundeni e bojmë edhe ndoshta edhe provimin përfundimtar, e shohim. Se gjithmonë vendosim në moment fundit ajo çka është më e mira për grupin. Okay? Po shpresoj që gjithçka ishte e qartë, për çdo paqartësi mundeni me na kontaktu, ose në Instagram, ose në trajnim yogatrainim@gmail.com, edhe na ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve që mund të keni, ose thjesht po i shënoj këtu për fundi, e shihni detajet ku mundeni me na kontaktu nëse keni pyetje shtesë, po ma merr mendja që ju kom përgjigj të gjitha pyetjeve. Atëherë, çka duni ju tash me bo, duni me vendos, apo doni mu bo pjesa jo, nëse për çfarë do lloj arsye nuk keni mundësi me pagu shumën e plot, mundeni me pagu në 3 këste, është 350 euro kësti, edhe për me rezervu vendin e juj, mundeni me pagu këstin e parë, edhe mandej dërgona një flet pagesën, dërgona një email adresën, edhe na ju japim qasje në platformë te moduli 1, ku ju veç më mundeni me fillu me pas akses. Gjithashtu keni bonus 4 muaj akses në Sunja TV, ku me njerë pas regjistrimit mundeni me pas qasje në 35-6 klasa, të cilat janë të regjistruara, edhe do të keni qasje në klasat e ardhshme, të cilat
do t'i mbajmë. Okay? Për gjatë 4 muajve, normal është 30 euro në muaj antarësimi, po për juve është falas, do të ekstra bonus. Ky është bonusi të cilin e fitoni. Tani i kemi edhe 7 minuta. Mundeni me bëni pauzë të shkurt, edhe po takohemi mas 7 minutave, edhe e mbajmë një meditim të udhëzuar nga unë. Okay? Faleminderit shumë për vëmendjen. Po shpresoj që shihemi në trajnimin e radhës ose në ceremoninë e hapjes. Po na shihemi pas pak, ku do të praktikojmë disa teknika të frymëmarrjes edhe një meditim të udhëzuar, edhe ta fillojmë këtë fundjavë në formën më të bukur të mundshme, edhe ta marrim me vete mandej këtë energji. Ju përshëndes, kalani bukur. Shihemi në fakt për 5 minuta, se në ora 11 e fillojmë meditimin.